Në fshatin Zojs të Prizrenit, në një ambient të bukur e plot të gjelbrim, është përhapja e restorantit familjar Tepishat. Një restorant me një hapësirë sa të bukur e relaksuese, ku mund të pushohet e të bëhet një relaksim i bukur familjar. Hapësirat e bukura, përgatitjet bio e të shëndetshme, shërbimi familjar dhe plot dashamirësi janë ato që e karakterizojnë këtë restorant familjar, i cili do të jetë në shërbim për dreka, darka, ahingje dhe denja familjare, e po ashtu edhe në kohë për shërbimet e tjera familjare, si që mund të jenë iftaret e kështu me radhë. Lidhur me këtë, menaxherja e këtij restoranti Leonida Destani shpjegon se cilat janë rrisit e këtij restoranti dhe cilat janë shërbimet që mund të bëhen për familjet që vizitojnë këtë restorant. Unë jam Leonida Destani, jam një nga përfaqësuesit e restorantit që sot hapëm në fshatin tonë. Fshati jonë njihet për shumë të mira, bukurisë së fshatit Zojs ju shtu edhe hapja e restorantit tonë familjar. Kjo është një e mirë për fshatin, sepse do të ketë punësim të shumë të rinjeve, përveç djemve dhe të vajzave, sepse jemi 2 vajza që jemi bashkëpunëtore dhe ka shumë të rinj që janë punësuar. Pjata kryesore që do të servohet në restorantin tonë përveç ushqimeve tradicionale është edhe pjata e peshkut. Ajo që simbolizon më së miri restorantin tonë janë punimet antike që kryesisht janë prej drurit dhe ajo që më së shumti jemi duke punuar është pas një periudhe të caktuar të punës do të bëjmë zgjerimin e hapësirave tona, përveç hapësirës së brendshme, patjetër që ka edhe hapësirë të jashtme. Gjithçka që ne jemi duke munduar është të bëjmë më të mirën për organizimet familjare, ahengje e kështu me radhë në fshatin tonë. Urojmë dhe juve që erdhët sot në ditën tonë të veçantë, duke ndarë emocionin dhe gëzimin bashkë me ju. Kurse Hamaz Destani, një personalitet i nderuar i kësaj ane, duke folur për restorantin, me këtë rast ka falendëruar të pranishmit e po kështu ka theksuar se ky është ambient familjar dhe si i tillë do të mbetet në shërbim të plotë të familjeve që të vizitojnë këtë restorant me këtë ambient të qetë e relaksues. Shfrytëzoj rastin në emrin tim personal dhe në emër të gjithë banorëve të fshatit Zojs, t'ja uroj Eminit hapjen e këtij restoranit, njëkohësisht t'i uroj punë të mirë dhe suksese. Ky restoran është restoran familjar që është pronar Emin Destani me familje. Restorani sigurisht do të ketë ato menytë e veta që do të jenë specialitetet veçanta. Natyrisht që ky restoran jashton bukurinë e fshatit tonë, një fshat jashtëzakonisht i organizuar. Emini shuhet për aktivitetet e tij që ka zhvilluar në fshat dhe i ka ndihmuar sa herë ka pas nevojë fshati, e sidomos rreth shkollës. Natyrisht që hapja e një biznesit na shton pak a shumë shpresën që do të ndalet hovi i mërgimit ose i largimit të trive jashtë vendit tonë dhe jashtë Kosovës, që është një breng e cila duhet të na brengos të gjithëve, edhe neve si banorë, edhe institucioneve, por edhe atyre që kanë mundësi të hapin bizneset të tilla. Prandaj shfrytëzoj rastin edhe një herë t'ju uroj shumë sukses edhe punë të mirë Jeminit dhe familjes së Jeminit. Për këtë ka folur edhe Gresa Destani, e cila ka uruar që të vihet këtu në këtë restorant familjar edhe të gjenden ngrohtësi familjare me ushqime tradicionale, kualitative dhe shumë cilësore. Përshëndetje, unë jam Gresa Destani, një nga bashkëpunëtorët e lokalit këtu. Sot është bërë hapja e restorantit tonë familjar. Babi do t'i uroj shumë suksese dhe punë të mbarë si gjithmonë, siç e ka traditë çdo punë që e ban ai. Pat fat dhe punë të mbarë gjithmonë babi. Pra nga dje restoranti Tepishat në fshatin Zojs do të jetë i hapur dhe ju mirëpret të gjithë ata që duan një çast të bukur familjar të kalojnë jashtë shtëpive të tyre.